Të shtunën, një ditë pasi Izraeli i sulmoi Iranin, një aeroplan mallrash u nis nga Kina. Të nesërmen, një i dytë dhe të hënën nga Shanghai u nis një tjetër, 3 fluturime në 3 ditë. Të dhënat treguan se në çdo fluturim, aeroplanët lëviznin në drejtim të perëndimit përgjatë Kinës Veriore, duke kaluar në Kazakistan, mëtej në jug në Uzbekistan dhe Turkmenistan. Më pas teksa i afroheshin Iranit, zhdukeshin nga radari, shkruan The Telegraph. Misteri thellohet edhe më shumë kur planet e fluturimit tregonin një destinacion përfundimtar në Luksemburg, por çuditërisht, avionët nuk kishin fluturuar kurrë pranë qiejve europian. Shqetësues është fakti se çfarë mund të ketë dërguar Kina në drejtim të Iranit. Sipas The Telegraph, ekspertët e aviacionit kanë thënë se avionët e mallrave Boeing 747 përdoren zakonisht për transportimin e pajisjeve dhe armëve ushtarake. Ata merren me qira dhe porosi kontraktuale qeveritare. Këto ngarkesa gjenerojnë shumë interes, për shkak se po pritet që Kina të bëjë diçka për të ndihmuar Iranin, tha Andrea Giseli, profesor i politikave ndërkombëtare në Universitetin e Exeterit në Britani. Kina dhe Irani janë partner strategjik dhe janë kundër rendit botëror të udhëhequr nga SHBA-t. Irani është një nga furnizuesit kryesor të energjisë të Kinës dhe dërgon 2 milion fuqi nafte në ditë, kështu që Pekini mund të jetë duke kërkuar mënyra për të mbështetur dhe stabilizuar Republikën Islamike. Profesor Gisel mendon se rënja e regjimit në Iran do të ishte një goditje për Kinën dhe do të shoqërohej me pasiguri, pasi do dëmtoheshin interesat ekonomike dhe energjetike kineze, tha zoti Gisel. Kina nga ana tjetër i dërgon Iranit mijëra tonë materiale për raketa balistike që mund të përdoren në zhvillimin e armëve bërthamore nga Irani. Megjithatë, në këtë moment kyç, ekspertët thonë se Pekini do t'i afrohet me kujdes Iranit, pasi përfshirja e drejt për drejt në konfliktin Iran-Izrael mund të shkatrojë përpjekjet e Kinës për të stabilizuar marrëdhëniet e saj me SHBA-n, aleatin më të fortë të Izraelit. Pekini është ende i tronditur nga një luftë tregtare me rreziqe të larta me Washingtonin. Mundësia që Kina të dërgojë hapur materiale mbrojtëse në Teheran nuk duhet të shpërfillet dhe duhet monitorohet nga afër, tha Tuvia Gering, specialist në Institutin e Studimeve të Sigurisë Kombëtare të Izraelit. Ai shtoi se nëse nuk kryen inspektime të pavarura, nuk është e mundur të dihet saktësisht se çfarë transportonin aeroplanët e mallrave. Kina është përpjekur më herët të dërgojë armë të maskuara si mallra komerciale. Sipas dërgesave të kapura nga autoritetet europiane, pjesët e dronëve i emërtonte si pjesë të turbinave me erë. Një hetimi i Telegraph vitin e kaluar zbuloi se Kina u përpoq të dërgonte dronë me vlerë $1 miliard në Libi, të fshehur pas një rjeti firmash fiktive në Mbretërinë e Bashkuar, Tunizi dhe Egjipt. Kjo në këmbim të naftës bruto.